Për një val të re moti të keq flet shërbimi meteorologjik për pjesën e mbetur të janarit, parashihet që kjo val moti të shoqërohet me rënje të ndjeshme të temperaturave dhe rreshje bore edhe në zona të ulta. Sipas meteorologëve, është konfirmuar një periudhë 4 ditore që sjell në rajon Shqipëri dhe fqinjët një val të ftohtë i Ukrainas, me karakteristika kryesore temperatura shumë të ulta, era të forta veriore, si dhe bor edhe në zona jo malore. Temperatura pritet të bjerë deri me 10 gradë Celsius. Meteorologët vlerësojnë se duke qenë në zemër të dimrit, një zhvillim i tillë i kushteve atmosferike nuk është as pak i pazakontë. Karakteristikat kryesore të kësaj vale të ftohte që vjen nga zona e Ukrainës janë rënje graduale e temperaturës nga veriu drejt jugut, me ulje që pritet të arrijë në 10 gradë, çka e çon nivelin e temperaturave më të ulta nga disa gradë nën zero në zonat malore dhe zero në zonat e tjera. Sa kaq, erëra veriore shumë të forta që do të fryjnë me intensitet 8 deri 9 ball në detin e Gje, priten nga e shtuna 17 janar deri të martën 20 janar. Në detin jon, erërat do të jenë lindore me të njëjtin intensitet gjatë të hënës 19 janar dhe të martës 20 janar. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.